Prona prej 1,5 milion eurosh, dokumentet të falsifikuara e pasaporta të rreme. Kjo është skema që Prokuroria Themelore në Prishtinë dyshon se u përdor për të mashtruar biznesmenin dhe pronarin e Spitalit Aloka, Halit Malokun, në një nga rastet më të mëdha të dyshuara të mashtrimit me prona në Kosovë. Rasti u ripërtëri përsëri mbrëm pasi policia e Kosovës njoftoi se mbrëmjen e së dielës në Vërmic është arrestuar një shtetas i Serbisë në ndyshimin për mashtrim dhe falsifikim dokumentesh. Sipas policisë, i dyshuari në bashkëpunim me persona të tjerë kishte falsifikuar dokumente me të cilat dyshohet se janë përfituar mbi 1.500.000 euro. Por si qëndron e gjithë ngjarja sipas dosjes së prokurorisë të siguruar nga insajderi. Në qendër të hetimeve është biznesmeni Muhamet Meli, pronari i kompanisë Home Trade Agency, dhe sipas prokurorisë, Meli gjatë tetorit të vitit 2025 kishte falsifikuar një dokument publik, konkretisht një pasaport të Serbisë. E në atë dokument, sipas dosjes, janë përdorur të dhëna personale të një personi tjetër, ndërsa fotografia i përkiste një personi krejt tjetër. Me këto dokumente dyshuar si të falsifikuar, prokuroria thot se Meli kishte hapur një xhiro llogari në Raiffeisen Bank dhe më pas e kishte përdorur për procedurat e notarizimit të kontratës së shitblerjes në një pronë prej 36.28 ari afër Spitalit Aloka. Prona në fjalë u shit Halit Malokut për shumën prej 1.578.000 eurosh. Sipas dosjes hetimore, Muhamet Meli nuk veproi vetëm. Prokuroria pretendon se ai kishte arritur marrëveshje me Driton Restelicën, pronari i kompanisë Prishtina 205 Taksi, si dhe me Shpend Bobajn e Burhan Zhinipotokun, që secili prej tyre të përfitonte nga 3% të vlerës totale të shitjes së pronës. Vetë Halit Maloku në deklaratën e tij në polici ka treguar se më 13 gusht 2025 kishte takuar në ambientet e Spitalit Aloka me Shpend Bobajn, Burhan Zhinipotokun dhe Driton Restelicën për të diskutuar lidhur me shitblerjen e parcelave. Sipas Malokut, Shpend Bobaj kishte deklaruar se prona, edhe pse figuron e regjistruar në emër të një personi tjetër, në realitet ishte e tij dhe se kishte autorizim për ta shitur. Çmimi ishte dakorduar me 43.500 euro për ari, e që në total i bie 1,5 milion euro. Për kompletimin e dokumentacionit sipas deklarimit të Malokut ishte angazhuar Driton Restelica. Pronari i Spitalit Aloka ka deklaruar se duke u bazuar në konfirmimet e noteres së dokumentacioni ishte në rregull, ai kishte nënshkruar kontratën dhe kishte kryer pagesën. Por pikërisht këtu fillojnë dyshimet për një skemë të organizuar mashtrimi. Maloku ka pretenduar publikisht se në këtë rast është e përfshirë edhe noterja Erblina Krasniqi, e cila në dosjen e prokurorisë figuron vetëm në cilësinë e dëshmitares. E sipas tij, noterja kishte pranuar dokumente me parregullsi teknike, kishte proceduar pa dokumentacion të plot ligjor dhe kishte legalizuar dokumente me përmbajtje të rreme. Për shkak të këtyre dyshimeve, Prokuroria Themelore në Prishtinë i ka kërkuar gjykatës themelore caktimin e masës së paraburgimit për Muhamet Melin, Shpend Bobajn, Driton Restelicën dhe Burhan Zhinipotokun. Ata dyshohen për veprat penale, falsifikimi dokumenteve, legalizimi përmbajtjes së rreme, si dhe mashtrim. Për këto vepra penale, Kodi Penal i Republikës së Kosovës parashet dënime deri në 10 vjet burgim. Në kërkesën për paraburgim, prokuroria ka argumentuar se ekziston edhe rreziku i arratisjes dhe shmanges nga përgjegjësia penale, sidomos pasur parasysh peshën e veprave dhe dënimet e mundshme. Po ashtu prokuroria ka theksuar se Muhamet Meli dhe Shpend Bobaj kanë të kaluar kriminale për vepra të ngjashme. Hetimet për rastin janë ende në zhvillim.